E suada muqa me hiti me lexu. Edhe I ka nështë 2000 komente negative në minut, e kënena ajo gjeneron i këshyr, do më thonë kur të hinë live 20.000 veta, e këshyri. do të me qenë pak si personalitet ma i fort, me qenë imuna dhe mos më të bo përshtypje. Po, që ndihesh kash nuk mëndesh më në shef asnjëherë. Apo ju ka hije pe bëj kështu direkt këngëtarëve që kanë vite në skenë, që e kanë kriju krejt karrierën në mënyrë serioze me hy live në TikTok. Nuk është bre gabim. Hyrja në live nuk është po gabim. diskutohet shumë. Nëse den me e bo dhe me pas një arsye. Tash nuk e besoj që krejt personazhet kanë veç keq financiarisht që me thonë hedhëm një dhurat, po të thamina nuk ishte këtu në s'kam TikTok. Edhe nuk është që nuk e dija ndoshta si bohet qaj live e lema me kërku t'holla. Po janë qaq të zët sa din me manipulu mendjen e njeriu qa i hedh. E kupton? Besom që kur të kalon një fazë që hinë shumë shpesh për ç't pjesë. Menoj që du të me qenë super manipulator, po në kontekstin e mirë, se njerëz mujnë me këtë shkuptu, për me hinë në mendimin e njerëzve që pse me meritu të qatë dhurat, për shembull. Veç 4 dit i kam që po hi, do më thonë 4 dit rresht live, asë një herë të vetme, nuk i këmë thonë dikujna gjuma një luan ose najsen, vetë unë s'pi thamë, tash shka kam fajën e. A dim pse? Që tash se Ina është shumë përvoj në live, kështu që mund të edin ma mirë këtë pjesë. Po, nuk ki nevoj ti nëse ti e personazh edhe të njohin. Ti vetë nëse hin live, ty vetë që ata publika jote që të kanë dasht, edhe ju ke pëlqyn që atë ralli, ti shoh edhe këto e shohin nuk është manipulim, mendoj. Nuk është manipulim, sa ata gjujnë ty vetë dhurata se kanë qef. Se tash TikToki është o kriju TikToki për qatë sen, me pas ti njerës që të suportojnë edhe që ju pëlqen, edhe të gjujnë vetë dhurata, nuk ki nevoj ti me shku mju lyp, hajde gjuma qëto, as njëherë s'ka ndodhë të one me hi edhe mi thonë dikojt hajde gjuma një diqka, une tjesht hi, me një lojtar, bëj muhabet, ata na gjujnë vetë dhurata, se është vetë që ashtu TikToki, nuk mund është ti me paragjiku një njeri që hin live TikTok. S'ki për çka? Ata nuk i detyron të ke fundit se detyron të i kërkan sikur në emision kur jeti, a i detyron të i shikus me të këshyr me zëri ju, njejt edhe në TikTok, ose me të votu. Kur vjen koha me të votu si në Big Brother ose në emisione që na kanë votu, na si na shkum ju thonë par zotën votamni, ata na kanë votu vetë veç si ju kena pëlqy, njejt është edhe TikToko. Apo kuptan, nuk ka nevoj me morë tragjike këtë sen, se nuk është diçka tragjike. Kurse po, nëse flasim ndoshta për këtë pjesën e live-ave, vlen të përmendet shumë Rovena Stefa, që krejt njerëzit e kanë paragjuku se hyrin Big Brother për me pastru imazhin për gjana, po mu për vete, nuk e di shëndret, po mu për vete për Big Brother, më kalon për shtypje shumë të mira, se tash jëm këti prapa me a dëgju këngët. TikTok nuk ja kom djeg live-at, nuk e di çka ka postu, po si pas komenteve të krejt rrethit që one një që merren me TikTok më kanë thonë që u hym Big Brother me pastru imazhin e saj. Apo kupton. Po tash ndoshta ka edhe njerëz që mundën me mendu më ndryshe. Unë e një edhe personalisht Rovenën. Ajo është njeri që shka qenë Big Brother në jetën reale, se një kom nejtë shumë e të adhëri. Në TikTok i ka bo pak do denime, në fillim kur ka hi, nështë edhe ka menu se dohet qashto, mu bo ma viral ose ku e di one me dalë në qendër të vëmendjes, masa nej ka kalu kohë dhe ka kuptu që nuk mundesh në qendër të vëmendjes ma shumë se një javë, do me thonë mu përfolë në TikTok edhe me të përkra ma shumë njerëzit, edhe ka hi Big Brother, ka hi për imazhin e vetë, jo vesh me ndreq, po edhe mu këthy në forma petë, se pa të ra pak edhe shumë gjona tjera. Ose për shembull Dilara, kemi rastin e Satit, për shembull ku është ai djalë, e kupton? Tash nëse flasim për këta, për Rasimin, edhe Rasimi ka qenë njësoj që, domethënë me dëgju atë në kohën kur lyp ke dhurata, është e tmerrshme tonaliteti i zanit.
të ti, do me thonë, kur ai ka thonë gjumë, adën, tepër usil. Po e kanë rrë që ta që e kanë prish ndoshta imazhin dhe tregun e të bërit TikTok edhe live, sepse ne dim që hynë edhe jashtë për arsim, ai nuk ka pas imazh se sokon na ikon na i reality show as showman as kur juaj direkt ka hi në TikTok në chat form. Ndoshta ai ka thonë dikush se ç'është për 24 orë ëllëve... Ama dëqysh, më falë, ama do është pa tjetër më kam me një reality show për me pas një imazh? Jo, për me hi live TikTok. Këta që shumica që po hinë tash pse, jonë se tash edhe te qëve tash ti nuk e bu për shamull që ka bo Rasimi. Ai ka menu që ashtu ka hi, që ashtu për... Tash unë nuk i kam faja atina qysh ka hija në TikTok, a beden, unë po du me folë se po hinë pak gabem. Mujnë me hi edhe normal, se ka dhe shumë tjerë që hinë me muzika ose DJ ka ose... Po i normale se Rasimi kishi në mënyrë normale, qa i kish ofru audiencës? Po tash aje din Pse me qka këshirën e jofran? Rasimin? Po tash aje din aty, aje tash nuk ka ditë qka me jep për publikun e vetë, sa i kur ka hi, ka bo me një gjermong mas parit Nuk e di. show që apo di unë u bo viral, tani e ka po që nuk din aj qysh me majt publikun, përveç se me qësi budalakina, se nuk është jaftë për me majt publikun për gjana tjera, apo kuptan? Nëse ma mirë më shplasin për njerës që s'kemi po. Edhe s'kemi nevoj mi përmen se tani thojnë jo kështu, a bedin s'kam Ama apo dalim shëndret prap se prap të fjallët e mija që obre pa pas një profesion që ti ki mu marë ma gatë me ta, është shumë problem. 500 reality, une 500 Big Brother me kom prap se prap njerëzit kanë më njofë si gazetare, do me thonë shkyju tu hi live prap se prap ti ki me met për ta një gazetare që dalë në teran. Anashta ti ke kry shkolle, ke mbri me doktorat, po nuk ju intereson njerëzve kjo pjesa se ku je, pjesa se qka po ofron për ta ka shumë a shumë vlerë. Po, a e mira atë mirës është sigurisht me pas një background dhe një shkollim adekuat e një biznes që je i fokusun dikon, por që në ditët e sotme, ku po jetojmë, ku po digitalizohet gjithë shka, unë nuk shoh kur fart keqe me pas pun TikTokun.